Përshëndetje nga kuzhina Neri. Sot kam vendosur me juve një recetë të shpejtë për pastrimin e tigonave për fundi. Kush gatun edhe i bën kështu tigonat, kush nuk gatun atëherë ato rrin në market të reja. Kështu që një ide për pastrimin e tigonave për fundi. Krejt që kanë nevojitin janë Coca-Cola, pak banane edhe posta të dhëmbëve. Krejt që ta i përzina së bashku edhe bismillah. Fillojna me pastrimin. E marrim tash të bananën me piron edhe e nxjerrim. Për ndryshe shtypin. Pasi që kemi shtypur bananën, e marrim kolgate posta dhëmbe. Marrim kola. Edhe marrim tash një zënxher. Pastrimin e një. E qesim këtë lloj posta që përgatitem. Shpërndojna. Tash e marrim zënxhirin edhe e pastrojna tigonin për fundi mirë. E shikoni me njëherë ka fillu me largu. Mundin e përdor edhe asë teli që është për të nxjerrë që nuk i grit. Edhe tash ja nisem për më do këtë pishapi një motrat në komende. Do, 5%. Unë nuk e lot tigonin kur të bëj kështu, mos e thëm vetit gru. Bashkë ato janë që i kanë fajt 1 metër edhe të ditën rrinë në për shminka të shminku edhe sprejkun ku gjohë me dorë. Ja u garantoj une, si pas parashikimeve. Dhe përkojna mirë. E kemi fërku edhe tigonin. Tash morëm e shpëllojna. Edhe shëtë në të kërë. Basi e kemi pastru me detergjent, me zënxher, e kemi fërku pra edhe kemi pastru me ujë, tash të e bojna terjen, edhe shifni efektin, se si është pastru shumë mirë që e ta provoni se cila motër. Unë ndoj receta me juve, ide me juve, çdo gjë që di për vete ndoj me juve, kështu që faleminderit për krajën që ma bëni, komentet e bukura e deri në recetën e radhës nga kuzhina Neri, t'ju them, miru pafshi.